Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gafa e Neda Balluku teksa ngushëllon Gjestin për humbjen e vëllait. Lajmi tragjik për humbjen e jetës së Eldion Kelmendit, vëllait të reperit Gjesti, në një aksident në Pejë ka tronditur publikun dhe ka nxitur reagime të shumta. Në mesazhet e ngushëllimit të dërguara nga personazhet publik, Neda Balluku ka bërë një gaf. Përmes një postimi në Instagram, Neda i ngatëroi emrat vëllezërve duke i dërguar ngushëllime Besartit, pra Gjestit, por duke përmendur emrin e tij në lutjen për të ndjerjen. Zoti e pas Besartin pranë vetes dhe ja lehtësoft dhimbjen e padurueshme zemrës së nënës dhe babait, Gjestit dhe motrës së tij, shkroi Neda, ndërkohë që emri i viktimës është Eldion. Pavarësisht gafës, mesazhi i saj shpreu dhimbje të thellë për tragjedinë që ka goditur familjen Kelmendi.